طويل الشوق يبقى في اغترابي Në periferi të Medinës jetonte një plak e moshuar, e vetmuar dhe e verbër. Ajo nuk kishte askënd që t'i shërbente, por çdo mëngjes pas bardhur mirë drita, dikush vinte fshehur azi në shtëpinë e saj. Ai ka vdekur apo jo? Ndoshta një ditë fëmijët tuaj do të harojnë lodra që u keni blerë, rroba që u keni veshur apo vendet ku i keni shëtitur. Por nuk do të harojnë asnjëherë dorën që i solli në xhami, zërin që mësoi ajetin e parë të Kuranit dhe zemrën që mësoi se afërsia me Allahun është pasuria më e madhe që mund të ketë njeriu. Para nesh qëndron 140 zemra të vogla, plot ëndra, pastërti dhe sinqeritet. Ndoshta mes tyre ndodhet një imam i së nesërmes, një mësues që do të edukoj breza, një mjek që do të shpëtoj jetë, apo një besimtar i devotshëm që do ta ndryshoj shoqërinë me moralin e tij. Ikra bismi rabbike alladhi khalaq. I dërguari i Allahut mësomiri na e vënë praktik çështjen e diturit. Nuk bëhet një namaz që ka shumë vlerë, por me çka bëhet imam? Me urtësi, me mendje me njerëzi, edhe me të mësuar. Pra, dituria është ajo që ngren njeriu. Unë jam shumë i sigurt se çdo njerëzi që dalën para mektebi, para hoxhallarëve, para njerëzve të ditshëm, këta dhe të jenë mas një ardhmëria e jonë më të ngritur. Pas çdo suksesi të një fëmie qëndron kur prindi dhe mësuesi kanë bashkëpunim. Kur dy palë bashkëpunojnë në një veti, në atë moment do të vjen edhe fruti i fëmijës vet. Ndoshta nesër kjo xhamia do të jetë shumë më e qetë, sepse gjatë 4 javë kemi pas zhurmë në për këtë xhami, kemi pas hapa tek këtyre voglushave që kanë ardhur për të mësuar këtu në këtë kursin veror. Nesër xhamia nuk do të jetë e njëjtë, po inshallah shpresojmë se vitin e ardhshëm do t'i presim këto voglusha e inshallah me suksese edhe më të mira. Nuzulan min ghafurir rahim. Ajo ishte mjeti me të cilën udhëtoi i dërguari Allahut Muhamedi alayhi salam. Në kursin veror mësuam se hurma është një pemë e bekuar. Në shpellën thep Allahu bëri qerjeta për imangës dhe folea e pëllumbit të bësh shkak për mbrojtjen e të dërguarit të tij. Edhe ulliri është përmendur si pemë e bekuar. Ai na mëson mirësitë e panumërta që Allahu na ka dhuruar dhe rëndësinë e falënderimit për çdo begati. Nga një krijesë e vogël del një dhuratë e madhe, mjalti, në të cilën Allahu ka vendosur shënim për njerëzit. Kështu mësuam se edhe vepra më e vogël mund të sjellë dobi të mëdha. Në zërin e një milingone u shfaq një mrekulli e madhe. Sulejmani alayhis salam atë e dëgjoi me mëshirë dhe buzëqeshi, duke na mësuar se madhështia e Allahut shihet edhe në gjërat më të vogla. Ky kurs na bëri të kuptojmë se jemi të vegjël, por mund të bëjmë edhe gjëra të mëdha. Dhe për të gjithë këto mësime ne falenderojmë Allahun që na bashkon këtu. Ju kujdeset që ne ta kalojmë verën në vendin më të mirë dhe më të sigurt. Para 4 viteve kur programi i kursit veror u tërzua në Zyren dhe në sektorin për arsim pranë muftinisë së Shkupit, u vërej që nuk bëhet vetëm një punë e rastishme, po është një punë mire planifikuar, është një punë mire ideuar dhe një punë që pa dyshim që do të kishte edhe rezultate në fund. Edhe e armatosur fort me dije, por dijes të ketë shoqëruar terbijen, edukimin e ku mund ta merr më mirë në këtë rast sa në xhamien të dije. E para çështje për cilën do t'japim llogari nesër ditën e gjykimit para Allahut kur të dalim që të gjithë është familja.
Dhe unë them, mos i helmoni fëmijët tuaj. Mos i helmoni me urrëtie, me arrogancë, me muhabet e koti. Brenda familjes suaj sjellni energji pozitive, sjellni dashuri. Mësoni se si të duan, si të respektojnë. E si të mësoni ata me fjalë? Jo. Fëmia ka nevojë të shoh. Ta shoh shembull prindin, ta shoh shembullin baban e nënën, që energji negative nga jashtë nuk e sjell brenda në shtëpi. Allahu xhallahu ju shpërblet gjithë juve prindve që fëmijët e tuaj i lat emanet në oborrin e kësaj shtëpie të Zotit. Allahu xhallahu inshallah t'i ruaj këta fëmijë, Allahu t'i bëj të hajrit dobishëm. E jani bashk, dorë për dore, në kursin ton veror, me buzëqeshje këngë dije, çdo ditë mbushet me gëzim. Mësojmë Kur'an, mësojmë mirësi, me zemër plot dashuri, si bleta sjellim vetëm të mira, shpresë dritë për çdo shtëpi.